Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se vini edhe sot në emisionin ton, ku gjithmonë mësojmë gjëra të reja. Për arsye se jemi në stinën e pranverës, e dim që kemi shumë alergji, kështu që sot tema e ditës së sotit është alergjia. Në studio kemi një mjek të alergjisë, me cilin do të flasim për disa nga alergjitë më të shpeshta, ato më të ralla, si dhe si mund t'i menaxhojmë alergjitë tona. Andaj, qëndroni me ne për një bisedë shumë të dobishme dhe shumë të këndshme. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur, faleminderit shumë që keni pranuar. Çfarë ju shtyhet të zgjedhni fushën e alergologjisë? Ka qenë dëshira ime ka hershme marrja me një fushë të tillë, për shkak se ka qenë ka ekzistuar pak kuadër të alergjisë të alergologjisë në Prishtinë, pra këtu në Kosovë përgjithsisht, dhe po ashtu edhe materja vet më ka shtyr për shkak të mënyrë që të zbulojmë sa më mirë e më shpejt dhe më sakt shkaqet e sëmundjeve problematikave që i mundojnë njerëzit dhe të cilët më herët nuk kanë mund që të gjejnë ndonjë zgjidhje. Andaj këto janë motivet kryesore që më kanë shtyr që mund të përcaktohem për degën e alergologjisë dhe imunologjisë klinike, për shkak se imuniteti pra është, si thuhet, në qendër të gjitha sëmundjeve. Është një lloj nyje ndërlidhëse dhe përgjegjëse për gjitha sëmundjet. Imuniteti, pra kur ka njeriu imunitet ose kur nuk ka, kur i çrregullohet imuniteti, lidhje me imunitetin, ju besoj keni dëgjuar, është ngrit imuniteti, ka imunitet të mirë, i ka imuniteti, po përfshihet shpesh nga sëmundjet e kështu me radhë. Pra, unë kam studiuar këto dy fusha, alergologjinë dhe së bashku me të do thotë që është fushë më ndërlidhur imunologjinë klinike. Këto janë motivet, pra, edhe që ka pas pak kuadër në Kosovë dhe njerëzit kanë pas shumë probleme dhe kur ka pak kuadër ka probleme dhe vështirësi për ta ardhur deri te zgjidhjet atyre probleme për popullatën e gjerë dhe këto kanë qenë motivet që më kanë shtyr mua që të përcaktohem për këtë degë. E përmendëm imunitetin, apo na tregoni pak se çfarë ushqimesh duhet të hanë fëmijët, e si duhet të qëndrojnë, çka duhet të bëjnë në mënyrë që të jenë sa më të shëndetshëm në këtë periudhë dhe gripash. Ushqimi që për fëmijë dhe përgjithsisht për njerëzit duhet të jetë sa më natyral. Pra ti ikim ushqimeve të fabrikuara, ushqimeve që nuk janë të shëndetshme si chipsi, shtesat e ndryshme, keqapa, majoneza, apo këto cilat ju shpesh me kënaqësi të madhe i përdorni. Pijet e gazuara, pijet me sheqer, ato janë vrasësit jo vetëm fëmijëve, po gjithë njerëzimit. Pra, këtyre duhet të ikim dhe përgjithsisht të konsumojmë ushqim të freskët, që është natyror, që përbëhet nga fruta dhe perime, e po ashtu pa përjashtu këtu as mishin dhe ushqime tjera që e ngrisin forcën imunitare të organizmit tonë dhe kështu na mbrojnë nga sëmundjet. Cilat janë sfidat më të mëdha të cilat i hasnin gjatë punës suaj të përditshme? Ka shumë sfida, një prej tyre është edhe procesi i diagnostikimit me kohë të alergjive, në mënyrë që të shmangen pasojat, që alergjit mund të lënë te fëmijët e të rriturit po ashtu. Ta zëm, një kollitje zgjatur me vite të tëra, me muaj të tërë gjatë një viti dhe vit pas viti ashtu të një fëmijë, ta zëm, i moshës juaj, mund të jetë një tregues se shëndetja e atij fëmije në aspektin alergologjik nuk është i duhur. Por nëse ai koll, për shembull, si simptom, neglizhohet vazhdueshëm dhe nuk paraqitet një mjeku adekuat për ta trajtuar kollin, për ta zbuluar shkakun e tij, atëherë ai vazhdon që sëmundja të progredojë dhe kolli të shkaktojë pasoja të mëdha në shëndetin e atij njeriu. Pra, këto janë vonesat në diagnostikim, po ashtu sfidë tjetër është edhe vetmjekimi. Kuptoni çfarë është vetmjekimi? Vetmjekimi kur ti merr terapi pa ta dhënë mjeku përkatës. Pra, për faktin se mjekoheni ju, e marrë dhunë të njëjtën terapi sepse ma merr mua mendja se i kam simptomat e njëjta me juve, me një koleg, me një shoqe, me një shok, e kështu me radhë, ose me një familjar. Jo, mjekësia, trajtimi, diagnostikimi e këtu du t'jenë përshkohet gjithmonë andej ka trajtimi personalizuar. Pra nuk ka më gjithë të sëmurët marrin terapinë e njëjtë. Jo, sepse ty mund të bëj mirë një dozë të caktuar ose një ilaç të caktuar, ty mund të bëj jo dhe aq mirë.
Andaj, vlerësoheni ju, personalisht, se çfarë doza janë adekuate, çfarë llojet ilaçeve kështu me radhë për smundjen e caktuar, për problemin e caktuar. Dhe vlerësoni po ashtu ju, në mënyrë të personalizuar dhe po ashtu edhe trajtimi do të jetë i personalizuar. Këto janë sfidat, pra, diagnostikimi i vonë që mund të shpije deri te pasoja të mëdha dhe vetë mjekimi, duke marrë terapinë adekuate mbeteni të pamjekuar në mënyrën e duhur. Sa vjeçare është karriera juaj në këtë fushë dhe a mund të na tregoni ndonjë rast interesant apo ndonjë rast të veçantë që keni pas? Me alergologji, qoftë me fazën e shkollimit apo ashtu me të ushtrimit profesionit, unë merrem për afërsisht 15 vite ose edhe më shumë. Kemi plot raste sfiduese në praktikën tonë klinike. Është fushë jashtëzakonisht interesante që manifestohet në simptomatologji të ndryshme. Ju keni raste, do t'i përgjithsojmë. Nuk do të ndalemi të ndonjë rast, por ju keni raste dhe e përbën një lloj kënaqësie, një lloj satisfaksioni për juve si mjek. E po ashtu edhe për infermierët tonë, kur njeriu vjen në gjendje shumë jetë kërcënuese, në kuptimin e pamundësisë për të marrë frymë si duhet, ajkje në fytyrën e tij, kruarje të madhe, kështu me radhë, ju e shihni pas veprimit të terapisë për një kohë të shkurtër në shumicën e rasteve, ju e shpëtoni jetën, ose vjen i pickuar nga ndonjë insekt, siç është bleta, grezja apo diçka e ngjashme, dhe praktikisht e keni fytyrën e atij personit të deformuar dhe ju nuk e njihni. Kur i jepni terapi, ai ndryshon komplet prej asaj që ju e pat. Mbrana një kohë relativisht shkurt dhe lirohet në rrugët e frymëmarrjes, stabilizohet, qetësohet, sepse edhe njeriu kur nuk mund të marrë frymë, e ndjen veten keq, është në një gjendje të ankthit të madh. Kështu që këto janë disa nga praktikat dhe kemi shumë punë interesante që bëjmë dhe shpëtojmë jetë njerëzish, lehtësojmë jetën e njerëzve, dhe është kënaqësi shumë e madhe për neve kur ta arrijmë këtë. Cilat janë alergjitë më të zakonshme që i hasni tek pacientët tuaj? Po, ka alergjinë e pluhur të shtëpisë, ai që njihet në popullatën e gjerë si pluhur i shtëpisë apo alergjinë akariene. Dhe po ashtu alergjitë më të njohura janë ato në polene, që është tashkoha e poleneve, është koha pranverës. Pra dini çka janë polenet, ju keni mësuar biologji, është materiali i shumëzimit të bimës, sepse bimët shumëzohen përmes materialit gjenetik që quhet polen dhe ku e hedhin ata? E hedhin në ajër. Përmes rrezëve të diellit, ai ngritet lart, bëhet më i lehtë se ajri dhe duke qenë kështu, ai në ton në ajër dhe shkon me kilometra të tërë dhe janë disa organizma, disa njerëz që janë të padurueshëm, organizmi i tyre është i padurueshëm me ta, pra ka alergji në raport me ta, është i padurueshëm, janë në thojza ta themi armiq në mes veti. Dhe kontakti me atë polenin i disa personave i bën ata që të manifestojnë simptoma si teshtima, kollit, rrjedhje të hundëve, kruarje syve, lëtimi syve, kruarje veshit, inflamacionet që si pasojë e këtyre të lashëve, inflamacione në vesh, në fyt, në sy e kështu me radhë, dhe ata kërkojnë ndihmë te një mjek i fytit, te një mjek i syve, te një mjek i hundës e kështu me radhë, dhe më pastaj edhe ju shkon dikujt mendja që a mund mos jem unë alergji dhe të mos kem asnjë të lashë me fyt me këto, po të lashja kryesore të jetë alergji dhe shpesh del ashtu. Atëherë vijnë te alergologu, pacientët e tillë dhe ne e diagnostikojmë përmes testeve të lëkurës, të cilat i bëjmë në lëkurë, dimë në çfarë alergjeni është i ndjeshëm personi në fjalë, dhe tani në përputhje me llojin e alergjenit ne japim edhe këshillën përkatëse se si të ruhet, si të mbrohet nga ai alergjen dhe po ashtu edhe terapinë përkatëse. Si mund ta dallojmë një alergji nga një infeksion viral? Pyetje shumë e qelluar. Shpesh infeksionet virale manifestohen edhe në trajt të alergjive. Simptomat e ngjashme japin edhe infeksionet virale dhe disa lloje të alergjisë, sidomos në lëkurë. Edhe po ashtu edhe në organet tjera të frymëmarrjes, si për shembull në hundë. Një rrjedhje e hundëve e shkaktuar nga virusi ngjet me një virus, një egzantem që i themi ne një skuqje e lëkurës dhe kruarje e saj, mund paraqitet edhe te alergjia edhe te virusi. Pikrisht për këtë fakt, duhet ta shmangim atë që tham që e përmendëm në fillim si sfidë, që është vetë mjekimi. Pra nuk duhet të aplikohet vetë mjekimi për shkak se ne nuk jemi kompetent për ta mjeku vetveten, por duhet paraqitemi te profesionistët dhe ai me një anamnezë, me një historik të shkurtë të smundjes, me disa dhëna thjeshta,
me disa simptoma, me një ekzaminim, e po ashtu edhe pa përjashtuar edhe ndonjë testim alergjik, atëherë mund vijë te konstatimi që është smundje virale, virozë stinës që quhet, apo kemi të bëjmë me një problem kronik që lidhet me alergji. A ka ndonjë grup moshë të caktuar e cila ka më të prirur zhvillimin e alergjisë? Alergjia është çrregullim i lindur. Pra me gjenetik, me lindje, njeri i merr ato gjene, i trashëgon nga pararësit dhe më vonë, në ndikimin e faktorëve ambiental, dhe varësisht nga intensiteti atyre faktorëve, trajta, mënyra, ekspozimi dhe një mëri çështjesh të tjera, ka edhe shpërfaqjen alergjike. Ta zëm, ju me lindje keni marrë disa gjene nga prindrit, mes tyre edhe njërin, po e llogarisim që njërin nga ta është bartë si një alergjie të caktuar. Por ju nuk e shpërfaqni atë alergji si smundje deri në moshën ta zëm 30 vjeçar. Pse? Sepse ekspozimi në raport me faktorët të rrezikut, me faktorët ambiental që paraqesin një lloj stimulimi për shpërfaqjen e atij gjeni, nuk e kanë kryer punën e vet. Dhe vjen një moment kritik kur me kohë, gjatë ekspozimit me vite të caktuara në raport në relacion me disa faktorë ambientale, atëherë ka edhe një lloj shpërthimi të atij gjeni dhe paraqitet në një problemi alergjik. Pra, grup mosha të caktuara janë fëmijët, që duhet të kemi kujdes shumë të madh, sepse shëndeti i fëmijëve është shëndeti i armërisë sonë, do të kemi shumë të kujdesshëm, në mënyrë se edhe për shkak të kësaj, po edhe për shkak të specifikave, sepse fëmijët nuk dinë shpesh të tregojnë arsyet e vërtetë. Kam fjalën për fëmijët vegjël se ju tashmë nuk keni fëmijë, si themi me disa kritere, po jeni teenagers, keni çfarë quheni, dhe me fëmijë për shkak se ata kanë të pamundshme me tregu se çfarë ndjejnë, çfarë të lashë kanë, çfarë e kështu me radhë. Pra do të jemi të ato grup mosha të cilat janë fëmijë dhe do të kemi kujdes të shtuar në mënyrë që të diagnostikojmë me kohë, të trajtojmë me kohë e kështu me radhë. Dhe po ashtu të ata njerëz që i dinë të gjitha. Edhe ata janë të rrezikuar sepse duke menduar se i dinë të gjitha dhe i mposhtë të gjitha, i përballon të gjitha kështu me radhë, i shkakton dëm organizmit që më vonë, kur të bie ty ndërmend se du të merresh me shëndetin, atëherë mund të jetë vonë, sepse je vetë mjeku, ke marrë terapi jo adekuate, je trajtuar nga profesionistë që nuk janë adekuat të fushës caktuar, po flasim për alergjitë në këtë rast, dhe ti e sheh kur pasojat janë bërë të mëdha, atëherë e ke të pamundshme që të bësh hapa mbrapa ta rikthesh gjën më të çmuar që ka njeriu, pra shëndeti. I përmendëm faktorët ambiental. E çfarë roli ka ndryshimi i klimës në shfaqjen e alergjive? Ka një rol shumë të madh, për shkak se kur ndryshon klima, ndryshojnë edhe faktorë tjerë të ambientit, si temperatura, krimi, i plot elementeve që potencialisht mund të jenë, si themi, mund të jenë ngacmues të organizmit tonë, ndryshimi klimatik, ajri ndotur, nxehtësia, zhvillimi i plot faktorëve që mund ndikojnë në rritjen e numrit të alergjive. Pra, po ashtu edhe ekspozimi i madh në faktorë ndotës. Ta zëm, pse rritet alergjia në mënyrë të vrrullshme viteve të fundit, për shkak se gama apo numri i faktorëve alergjik vazhdimisht është i rritur. E dini për shembull ju, mosatarët ju para 20 viteve kanë pas shumë a pak zgjedhje të ushqimeve në treg. Ta zëm, ke pas disa lloje të çokoladave, 10 copa, 10 lloje të ndryshme. Sot i kemi qindra, ndoshta edhe me mijëra, dhe aty ka lloj produkti që mund të jetë në të cilin organizmi mund të jetë alergjik. Po ashtu, sot ke lloj materie kimike që qarkullon në hapësirë, ta zëm, që nga ngjyrimi i flokëve, që nga këto bijuteri që i bartin njerëzit, që po ashtu edhe nga ato që mjetet transportuese, kështu me radhë ndotje nga tymtarët e termocentraleve, kështu me radhë, pra një mëri faktorë që e rrisin atë gamën, e rrisin numrin e këtyre alergjenëve dhe e rrisin potencialisht edhe alergjitë përjetoj. Ta zëm ushqime, ajri ndotur, ta zëm spërkatja, ju keni pa spërkatja kundër
të prodhimet e bujqësisë për shembull. E keni pa, ju ndosë mund të jeni në fshat, ju mund të nënshtroni një ushqimi, mund ta konsumoni në fshat një ushqim që është jashtëzakonisht i pashëndetshëm. Pse? Aplikohet procesi i spërkatjes me materie kimike dhe aplikimi atyre në ajër ndikon që të disa organizma mund ndikojë edhe në helmim, edhe në alergji, edhe në jetëgjatësi e kështu me radhë. Pra, duhet kujdesemi shumë që të jetojmë sa më natyrshëm, sa më afër me natyrën dhe të largojmë ushqimet e këqija, të largojmë qëndrimin në ambient të mbyllur, qëndrimin në ambient pa diell, ta rrisim eksplozimin e diell, ta rrisim shumëllojshmërinë e ushqimit në mënyrë që smundshmëria përgjithsisht, po edhe veçanërisht smundshmëria nga alergjit të jetë sa më e vogël. Cilat janë metodat më të mira për diagnostifikimin e alergjive të ndryshme? Metodat më të mira janë ato që bëhen përmes lëkurës, pra bëhet një test në lëkurë, futen disa alergjen në lëkurë dhe pritën se si reagon organizmi në to, dhe më pastaj konstatojmë për alergjin për kace. Po ashtu ka edhe metoda tjera që bëhen në laborator përmes gjakut, dhe tash së fundi po aplikohet edhe në përputhje me trendet e reja moderne, po aplikohet edhe ajo që njihet diagnostikimi molekular i alergjisë, pra jo në nivel të qelizave, jo në nivel të gjakut e kështu me radhë, por në nivel të molekulave, në nivel shumë të emër, shumë modern dhe shumë të saktë. A mund të kurohen alergjit apo vetëm duhet të menaxhohen gjatë gjithë jetës? Alergjit mjekohen në mënyrë të mirë, sidomos tash kur kemi një numër të madh ilaçesh, kur kemi numër sasi të madhe të informacionit rreth tyre, kur që aspekti edukativ për kitazi me alergjit është më i lehtë se kur ju keni qasin në plot informata që mund t'i merrni në internet e kështu me radhë, po ashtu kemi edhe jashtëzakonisht një numër të madh mjekësh shumë të mirë të alergjisë, të cilët duhet kujdesen për shëndetin e pacientëve tonë. Është e mundshme që alergjit të mbahen në kontroll jashtëzakonisht mirë, në mënyrë që të mos i lëm zhvillimin e tyre të pakontrolluar, e i cili bën dëme në perspektivë, pra në kohë më të vonë, bën dëme jashtëzakonisht më të mëdha. Pra sot ekzistojnë metoda, protokolle, ilaçe, qasje në informata dhe gjitha për mjekimin e alergjive, mjekimin e mirëfillt të alergjive dhe evitimin e pasojave të tyre. Çfarë roli luan ushqimi në zhvillimin ose përkeqësimin e alergjive? Ushqimi, jo vetëm të alergjit, ka jashtëzakonisht ndikim të madh në secilën sëmundje, në secilin funksion jetësor të njeriut dhe gjitha qenjeve përgjithsisht, duke qenë kështu, edhe janë disa lloje ushqimesh që mund të nxisin reaksione alergjike, sidomos ushqimet që lidhen me reaksione të kryqëzuara, si i themi ne, ta zëm ti mund të jesh alergjik në ndonjë polen, në ndonjë lloj poleni, dhe po ashtu të jesh me reaksion të kryqëzuar, si thuhet, alergjik në disa fruta, ta zëm të cilat do ti menjanosh nga dieta jote, dhe po megjithatë ushqimi ka rol shumë të madh dhe shumë shtesa në ushqim, ta zëm ju jeni merakli të chipsave, besoj. Po. Shtesat në ato ushqime, shtesat qoftë si djegës, qoftë ngjyrat e kështu me radhë, ato përbëjnë një disa materie që janë jashtëzakonisht rrezikshme për shëndetin tonë, e po ashtu edhe mundësi për të shkaktuar ndonjë alergji, e cila vështirë se shpjegohet. Ta zëm vjen një pacient, thotë unë po kruhem që 6 muaj ditë, edhe nuk po di për çka, ja bën testimin i del mirë, ja bën ato del mirë, dhe për çka, kur e gjurmon pak në dietën e tij të ushqimit, ai thotë unë ha vetë chipsa për shembull, ose pi Coca-Cola, ose pi si gjana që janë shumë të dëmshme për shëndetin dhe të cilat nuk i rekomandojmë ne asesi, sepse jo veç alergjit, po edhe sëmundje tjera të mëlçisë, të lukthit, të zorrëve, të trurit, të gjitha organeve, thotë i shkakton konsumimi i ushqimit që është i keq, me një fjalë. Ju e dini për shembull patatët. Industria e chipsit e ka bërë një patate që ta zëm patate është ushqim shumë i shëndetshëm,
Po industria për me prodhu sa më shumë, me ngop sa më shumë njerëz, me ja traktu sa më shumë, sidomos njerëz, çdo njeri, po veçanërisht moshat e vogla, moshat e fëminore, për me ja traktu i qet lloj-lloj shtese, lloj-lloj fërgimi, me lloj-lloj vaji që është shumë i dëmshëm për shëndetin e njeriut, dhe me një patate, ta zëm 300 gramshe, ai ngop 4 ose 5 fëmijë. Dhe llogaritin mas mirë është me hangër 4 ose 5 patate secili, për racionin e tij, dhe do të ketë materi ushqyese, do të ketë minerale, vitamina, proteina, karbohidrate, gjitha do të ketë aty në patate, po industria e ushqimit për të prodhu ushqim sa më shumë, sa më atraktiv dhe për të shit vazhdueshëm dhe për të ndiku në treg, pas zgjedhur ndonjë mjet të shëndetshëm, po vetëm për të prodhu për treg dhe për të konsumuar dhe për të pasuruar për vete, e ka fut patatën nga një ushqim super i mirë në qips, e ka shndruar në qips, që është ushqim i jashtëzakonisht i dëmshëm, i jashtëzakonisht me pasoja të mëdha për shëndetin. Po ashtu edhe pemë të ndryshme, këto janë krejt mashtrime, çka i dëgjoni, jo janë lëngjefrutash e kështu me radhë, këto nuk janë lëngjefrutash, këto janë vetëm ujë, sheqer dhe shtesa të tjera të ngjyrave, të cilat ne në asnjë mënyrë nuk i rekomandojmë që të konsumohen. Konsumimi i mirë është uji, edhe për fëmijë, edhe për neve, edhe për gjithë. A janë testet e alergjisë të sakta dhe a mund të ndryshojnë rezultatet e tyre me kalimin e kohës? Organizmi është i paparashikueshëm dhe mund të shpërfaqë, po testet e alergjive janë jashtëzakonisht të sakta, edhe shkallën e sensitivitetit dhe specificitetit, si quhet, e kanë jashtëzakonisht të lartë, edhe testet me lëkurë, edhe ato që bëhen me gjak, edhe po ashtu edhe ato molekulare, dhe diagnostikimi është jashtëzakonisht i mirë. Po ashtu organizmi është, sikundër e thash, është i paparashikueshëm dhe mund që në një kohë ta shpërfaqë një alergji më shumë, të bëjë të vuaj më shumë nga një alergjen, dhe me një fazë tjetër mas disa viteve të mos e shfaqë atë në masë të madhe, ose ta shfaqë në ndonjë tjetër. Por organizmi është i paparashikueshëm dhe pikërisht për këtë fakt lind nevoja që kur keni probleme me alergji, të fokusoheni te trajtimi i duhur te mjeku përkatës. Jo te mjeku jo përkatës, ose jo të vetë mjekoheni, të merrni bana pse i ka marrë një çike tezës ose një djalë i dajës juj, i ka marrë çto dhe i ka bërë atë mirë, do të mbajnë edhe mua. Jo. Pikërisht për këtë se ekziston një test jashtëzakonisht preciz, jashtëzakonisht i sigurt, edhe një terapi po ashtu e mirë, precize dhe e sigurt. Çfarë duhet të bëjë një person nëse beson një reakcion alergjik të rëndë? Varet nga shkalla e reaksionit, jo veç personi, po edhe ata që shoqërojnë personin, sepse mund të ketë reakcion jashtëzakonisht vrullshëm, jetë kërcënues, pra që kërcënon jetën e tij, duhet që t'i japin ndihmë sa më shumë dhe sa më të mirë personit në fjalë. Varësisht se çfarë lloji është, me vedi, është pa vedi, çfarë shkallë reaksionit ka, ku gjendet, a gjendet në ndonjë fushë dikon në ndonjë mal, në shkollë, në qytet, e kështu me radhë. Gjitha këta parametra, pra bëhen një lloj përllogaritje dhe ju e shihni që nëse jeni afër ndonjë punkti shëndetësor, ju do ta transportoni atë në mënyrë shumë të sigurt, në mënyrë që të shpëtohet jeta, ta merr ndihmën e parë e kështu me radhë. Varësisht ku gjendeni dhe çfarë ankesa ka, çfarë simptomatologji, çfarë simptomash ka, çfarë thellësia e simptomave, sa janë ato jetë kërcënuese kështu me radhë, varet edhe ndihma që do t'i jepni. Ju kur e shihni një person që ka kafshu bleta, ta zëm tash në kohën, ju e shihni që është ajë, ta zëm në faqe, e kafshon bleta, i ajët e kështu me radhë. Ju nuk do ta neglizhoni, qoftë ai familjari juaj, shoku juaj ose diçka. Ju nuk do ta neglizhoni, të thoni, nuk ke nevojë të paraqitesh te mjeku, po do ta udhëzoni, ta këshilloni dhe ta ndihmoni besa nëse ka nevojë, që ai të arrijë në punktin shëndetësor më të afërt, në mënyrë që të marrë ndihmën e parë, ta shpëtojë jetën, e më pastaj konsultat dhe kontrollat e më të tjeshme t'i bëjë te një mjek i alergjisë. Po një nga alergjitë më të rralla, cila është? Secila alergji, do thotë e ka frekuencën e vet të shfaqjes. Ka alergji që mund mos jenë zbuluara dhe ne nuk i dimë, se ku organizmi potencialisht alergjik në ndonjë materi kimike që bie organizmi rrallë me të në kontakt e kështu me radhë. Ta zëm në alergjitë që njihen si dermatiti kontaktit, këto mund të jenë pak më të rralla, këto që duhet kontakti direkt me lëkurën të jetë në mënyrë që të shpërfaqet alergjia. Ndërka ashtu alergjitë respiratore që quhen apo të frymarrjes
ju e keni polenin me kilometra larg që vjen edhe na prek gjithëve neve edhe në këtë dhomë këtu. Ndërka një materie kimike, mund ta kap ndonjë që merret me rregullimin e veturave, ose ndonjë frizer që merret me ngjyrusit flokëve, ti bëhen duart për shkak të kontaktit direkt, po neve nuk është se na bën të loshe. A e kupton? Këto alergjitë të cilat kontakti me alergjenin është i kufizuar, ato janë më të rralla. Po, ndërlidhen me jetën e përditshme. Patjetër. Si e shihni të ardhmen e alergologjisë dhe çfarë pretni nga kjo fushë? Të ardhmen e alergologjisë e shoh në modernizimin e saj, në hulumtimin sa më të madh të shkaqeve të alergjisë, të llojeve të alergjisë, të mënyrës së trajtimit, të zbulimit të barnave të ri, të zbulimit të metodave të reja trajtimit, të qasjeve të reja në alergologji përgjithsisht, dhe besoj që një bashkëtesë mes alergologjisë edhe inteligjencës artificiale që po na vjen tash me vrull në jetën tonë, unë po besoj që do të ketë një bashkëtesë të mirë, një kohabitacion të mirë në zhvillimin e alergologjisë tutje, në mënyrë që edhe alergologjia të përfitojë nga inteligjenca artificiale dhe në mënyrë që të bëhet një degë jashtëzakonisht e zhvilluar, jo vetëm në vendin tonë, por përgjithsisht në botë, dhe trajtimi i njerëzve me probleme alergjike, me probleme imunitare përgjithsisht, të jetë sa më mirë, sepse imuniteti, tham qysh në kryet herës në fillim të emisionit, se imuniteti është në qendër të secilës sëmundje që ka njeriu. Imuniteti dopt sëmundjet e pranishme, imuniteti më i fortë, sëmundjet më pak të pranishme. Kështu që aspekti imunitar, aspekti imunologjisë, edhe alergologjisë bashkë me të, për cilën ne po flasim këtu sot, me inteligjencë artificiale do ta shfrytëzojmë shumë inteligjencën artificiale në mënyrën e duhur, jo në mënyrën jo të duhur, po ta shfrytëzojmë në mënyrën e duhur, në mënyrë që të shënojmë arritje më të mëdha, edhe në diagnostikim më të saktë, më të shpejtë, më të mirë, edhe në mjekim të personalizuar për secili me ilaçe më të mira, me suplemente të ndryshme me këto, që i përgjigjen personit të caktuar dhe në mënyrë që edhe pasojat nga alergjia të jenë shumë të vogla, edhe cilësia e jetës së një personi me alergji të jetë shumë e mirë. Cila është këshilla juaj për gjithë fëmijët që janë duke na dëgjuar? Këshilla për gjithë fëmijët është që të kujdesen shumë për shëndetin e tyre, jo vetëm për alergji, por përgjithsisht për shëndetin, duke filluar nga dhëmbët, syt e kështu me radhë. Kur themi për dhëmbët, duhet të pastrojnë dhëmbët. Kur themi për syt, duhet ta shfrytëzojnë teknologjinë më pak, telefonin ta shfrytëzojnë shumë më pak, se sa po e bëjnë sot në ditët e sotme. Po ashtu për sa i takon alergjive, këshilla ime është që të vrejnë edhe prindrit për fëmijët më të vegjël, po edhe këta që janë të vetëdijshëm për vete, të vrejnë ndryshimet në organizmin e tyre si reakcion në ndonjë ambient të caktuar, në ndonjë situatë të caktuar, në mënyrë që të vrejnë ndryshime dhe kjo vrejtje ndryshime me kohë t'i bëj ata që të kërkojnë ndihmën e profesionistit shëndetësor, në mënyrë që mos bëhet vonë dhe ta gjejnë mjekimin e duhur, qoftë për alergji, qoftë për sëmundje tjera. Dhe po ashtu, një mesazh jashtëzakonisht me rëndësi besoj dhe kuptim plot do të ishte që t'i shmangën ushqimeve të fabrikuara, t'i shmangën shtojcave në ushqime, t'i shmangën pijeve të këqija, shprehive të këqija si konsumimi i duhanit e kështu me radhë, në mënyrë që shëndeti i tyre të jetë shumë i mirë. Shëndeti i mirë i tyre është një shëndet i përgjithshëm i popullatës përgjithësi, reflekton në shëndetin e përgjithshëm të popullatës dhe një shtet më të mirë, një popullat më të mirë, një ardhmëri më të mirë. E kundërta është brengose për të gjithë, nëse ne konsumojmë ushqim të keq, nëse ne konsumojmë ushqim të pashëndetshëm, nëse ne konsumojmë pije të pashëndetshme, nëse ne nuk kujdesemi për shëndetin tonë, cilin na ka dhënë Zoti, na ka dhënë natyra, atëherë e ardhmja jonë nuk është shumë e mirë. Faleminderit shumë që ishit me ne në studio. Ishte kënaqësi e madhe bashkë bisedoj me ju, një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe që besoj me shumë dëshirë do ta përsërisja prapë. Faleminderit shumë. Faleminderit, ishte kënaqësi.